Në një ceremoni zhvilluar sot, ish zëvendëskryeministrja dhe ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku ka dorëzuar detyrën pasardhëse të saj Enea Karakaçit, duke shënuar kështu përfundimin e një kapitulli të rëndësishëm në karrierën e saj qeveritare. Gjatë fjalës përpara mediave, Balluku ka ndalur për herë të parë se hetimet e nisura nga SPAK dhe akuzat që e kanë përfshirë, duke theksuar se ka besim tek sistemi i drejtësisë dhe se nuk do të ndikojë apo pengojë atë. Unë besoj se drejtësia duhet të jetë e lirë dhe e pavarur. Unë besoj se drejtësia e re si produkt i reformës në drejtësi, si produkt i vizionit e Edi Ramës dhe të Partisë Socialiste, si produkt i një Shqipërie europiane, duhet të vazhdoj të jetë frymëzimi i këtij vendi, pasi ajo reform u krye për t'i kthyer besimin qytetarëve tek një drejtësi e drejtë dhe e pavarur. Nuk do më dëgjoni kur që të përmend prokurorë e gjyqtar, pasi unë besoj që ata duhet bëjnë detyrën e tyre ashtu siç e kanë bërë dhe unë. Dhe secili duhet jetë i lirë për të vendosur dhe për të gjykuar pa qenë ndikuar nga gjyqjet publike, nga gjysmëvërtetat, nga të pavërtetat apo nga gënjeshtrat. Ish ministra ka mohuar gjithashtu çdo lidhje me korrupsionin, pasuri të dyshuar ose ndikim në hetimet e SPAK-ut. Unë nuk kam dhe s'kam pasur kur lidhje me korrupsionin dhe nxis që hetimi që ka nisur prej muajsh ndaj meje dhe që nuk e kam penguar kur, as në pozicionin tim si ministër apo si zëvendëskryeministër dhe as në pozicionin tim si qytetar i lirë i Republikës Shqipërisë, të vijoj për të nxjerrë të vërtetën sipërfaqe. Unë nuk kam as 300, as 30 dhe as 3 apartamente. Nuk kam as 1 as 2 jate, nuk kam as limuzina, as helikopter dhe as avion. Por të gjitha këto janë pjesë e një gjyqi publik i cili fatkeqësisht bëhet me lehtësinë më të madhe në këtë vend, por për të thënë të drejtën, unë jam rritur me gjyqjet publike. Në përfundim, ajo falenderoi kryeministrin Rama për udhëheqjen dhe shembullin që ka dhënë gjatë viteve, duke theksuar se ka ndjekur frymëzimin e tij në karrierën qeveritare. Ka qenë lehtë për të gjithë ne, të cilët kemi qenë pjesë e ekipit të tij në fillimin e viteve 2000, disa prej të cilëve janë edhe këtu përballë meje, që të ndjekim shembullin e tij se si frymëzohen njerëzit që punojnë me ty, se si ti atyre i jep besim dhe ata atë besim duhet ta kthejnë në rezultate. Jam munduar të ndjek shembullin e tij. Çështja ligjore e Ballukut nuk është mbyllur ende. Me 12 mars Kuvendi do të shqyrtojë çështjen e imunitetit të deputetes dhe autorizimin e SPAK-ut për vijuar me procedurat e mëtejshme, duke vendosur nëse mund të nisë procesi i arrestimit ose hetimit penal.